Njësia e biçikletave, e cila vepron në kuadër të njësisë së trafikut në stacionin policor në Gjakov, vazhdon të jetë në krye të detyrës. Zyrtarët policor të kësaj njësie shihen në rrugët e qytetit, ku angazhohen në menaxhimin dhe rregullimin e komunikacionit. Major Milazim Lumi, komandanti i stacionit policor, tregon më shumë detaje rreth kësaj njësie. Njësia e biciklistave, e cila është në kuadër të njësisë së trafikut të qytetit në stacionin policor në Gjakov, është funksionale dhe ato mund të avrejnë edhe në rrugët e Gjakovës. Realisht kjo njësi është në kuadër të trafikut të qytetit dhe funksionon, kur janë kushtet optimale të mira për këtë njësi. Zakonisht në periudhë kalenderike, kjo njësi aktivizohet nga 1 prilli deri me 30 tetor, varësisht edhe prej kushteve klimatike të cilat mbizotrojnë. Major Lumi vlerëson se njësia e biçikletave është një mënyrë efikase e patrullimit në zonat urbane, pasi u mundëson zyrtarëve të lëvizin më shpejt dhe të reagojnë në kohë ndaj situatave të ndryshme në trafik. Njësia është shumë efikase, do të është praktike për qytetet të mëdha siç është Gjakova, sepse arrihet shpejt, rregullohet komunikacioni, qëllimi i saj është në mbarvajtjen e komunikacionit, rregullimin e tij, menaxhimin e aksidenteve, domosdoshmë të cilat ndodhen në qytet, po ashtu lirimin e hapësira, parkingjeve ilegale dhe do të është njësi e cila vërtet është edhe e këndshme dhe lezetshme edhe për ta parë si njësi funksionale dhe kjo njësi vepron në gjitha qytetet e Kosovës, konkretisht në Gjakov, këtë vit kemi filluar dhe normal që kjo njësi varësisht prej nevojave do të rritet në të ardhmen. Me patrullimet në rrugët e qytetit, njësia e biçikletave kontribuon në mbarvajtjen e komunikacionit dhe rritjen e sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në trafik.